Shikues të dashur, jemi rikthyer edhe për pjesën e fundit të emisionit mëngjesit dhe me qenë se ende jemi në muajin tetor, në muajin roza për ndërgjegjësimin e kancerit të gjirit, edhe sot do të flasim për rëndësinë e vet kontrollave dhe po ashtu edhe kontrollat me ultratingoj apo eho të gjirit dhe pastaj kalojmë edhe tek detajet të tjera siç është edhe mamografia. Po çfarë rëndësie kanë këto dhe çu duhet të shkojmë hap pas hapi, me sa e di dhe me sa kam informata për ato të cilat janë në një moshë më të re dhe nuk ka nevojë pra me njëherë që të shkohet me mamografia, në disa hapa apo disa etapa që të tjera cilat duhet me i kalu edhe me pa nëse gjithçka është në rregull dhe pastaj vazhdojmë tek pjesa tjetër. Sidoqoftë, për këtë kemi profesionistët cilët na i tregojnë në detaje e ne kemi onkologun në studio që është Behar Raci. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjesi, mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që ju kemi këtu. Çush po e shihni ju këtë tetor në fakt në Kosovë, si vjet në vitin 2025, a është ngritur ndërgjegjësimi ndër vite apo jo? Si zakonisht, muaj tetor ndryshe quhet edhe muaj roz dhe muaj ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Në klinikën e onkologjisë, përballë me çdo ditë gjatë tërë vitit me këtë problematik, me këtë smundje, mirë po ky muaj si thua është muaj ku i dedikohet posaçërisht kësaj pjese dhe posaçërisht kancerit të gjirit. Ajo që duhet të thënë është se nga vitin e vet fal punës së profesionistëve të shëndetësor, të klinikës tonë, të gjitha niveleve tjera të sistemit shëndetësor, duke filluar nga niveli primar, sekondar, ndërgjegjësimit popullatës, po ashtu edhe mediave të cilat luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Tani në këtë vit kemi një numër pothuajse jo të lartë kur krahasohemi me vitin paraprak, duke pasur parasysh sepse në vitet e mëhershme, nga vitin e vet ka qenë numri i rritur, ndërkaq këtë vit kemi fatmirësisht mund të themi, kemi një numër pothuajse të njëjtë kur krahasohet me vitin e kaluar dhe mira e gjithë kësaj është sepse tani edhe pse ka një numër të madh të rasteve, po zbulohen në stad më të hershëm nëse krahasohet me vitet paraprake. Domethënë gjithë kjo arrihet fal ndërgjegjësimit dhe punës së madhe të gjithë njerëzve të cilët shërbejnë këtë pjesë. Dhe tash flasim sa është e rëndësishme që të detektohet apo të gjendet më herët kjo lloj sëmundje. Kanceri i gjirit është një ndër problematikat më të shpeshta tek sëmundjet onkologjike. Duke pasur parasysh se sëmundjet onkologjike radhiten në vendin e dytë në botë për ka shpeshtësia pas sëmundjeve kardiovaskulare, kjo e shton nevojën që të fillohet sa më herët me ndërgjegjësimin, si dhe me ngritjen e vetëdijësimit që kjo sëmundje të zbulohet në fazat më të hershme. Ashtu siç e thamë edhe më herët, këto vitet e fundit është bërë shumë fal punës së madhe të gjithëve, ndërgjegjësimit popullatës dhe një rol të rëndësishëm në këtë luajnë profesionistët shëndetësor, të cilët me këshillat të cilat i japin në të gjitha format, në konsulta dhe në për, siç është edhe kjo pjesa e jonë, ku ne bëjmë thirrje që të kryhen ekzaminime, atëherë është bërë mundur që të zbulohet në faza më të hershme. Intenca dhe qëllimi gjithë kësaj është që të zbulohet në fazat sa më të hershme. E për të zbuluar në fazat sa më të hershme, duhet të bëhen së pari vetë kontrolla dhe pastaj nëse ka një dyshim për ndonjë ndryshim, ndonjë informacion të mëros që ne i themi në regionin e gjirit ose në aksillën e nënshitull, atëherë hallka e parë kur duhet shkuar është të bëhet një ekzaminim i thjeshtë të mjeku ose pari të mjeku familjar, pastaj me udhëzimin që duhet të merr, që të bëhet një ultrasonografi ose një ultrazon, siç i themi ne. Kjo pjesa e ultrazerit dhe mamografisë normalisht është pjesë specifike e pjesës specialistike të radiologjisë, ku pastaj shihet sepse çfarë ndryshimi është. Nëse është një ndryshim i thjeshtë, cistike kështu me radhë, atëherë kjo mbetet vetëm në përcjellje ose në follow-up. Ndërkaq nëse vërehet se ndryshimi është shumë më serioz, është tumoroz, pamja e tij duket që të jetë më serioze, atëherë këshillohet që të bëhet ekzaminime shtesë. Nëse kjo është
pas moshës 40 vjeçare, se 40 vjeçare këshillohet të bëhet mamografia dhe nëse ndryshimet në mamografi mandej japin dyshime dhe që pamja është për një smundje malinje, një tumor, atër halka tjetër, halka radhës është marrja e biopsisë për egzaminim ose vërtetim histopatologjik dhe mandej trajtimin tjerë. Mirë po, në përgjithësi, si halk fillestare është vetë kontrolli, vetë disimi, ndërgjegjësimi. Qësh bëhet? A mundemi me tregu edhe diri duhet pra kontrol vetëm rreth gjimve, apo duhet ndoshta edhe të anat e në shqetulla, rreth duarve? Zakonisht, dhe më thonë, kjo duhet të filloj, ndërgjegjësimi e ka kuptimin e edukimit që çdo ndryshim të cilët ne vrejmë në trupin ton, femrat të cilat e vrejmë në trupin ton, të egzaminohet, kjo edhe ku nuk ka ose ku nuk vrejnë. Kjo duhet të bëhet, këshillohet të bëhet në mëngjes, në egzaminimit kur kryen procedurat e mëngjesit në banjo, duke shiquar pjesën e gjirit, dhe duke e palpuar ose duke i prekur që themi në gjuhën popullore, duke vrejtur mos ka në një ndryshim. Mos vrejt në një ndryshim. Që kryesisht mundën me qenë si kokra? Po, ndryshimi është, dhe më thonë, një gung, një kokër, ose nëse është në majën e gjirit, do një rjedhje, do një sekret. Pas kësaj është edhe nës qetulla, ose aksila, ku vetë egzaminimi që bëhet me dorë në këtë region, shihet apo vrejet ndo një ne i themi limfnodoj, përshka asë në gjuhën popullore kuptohet si gjendër limfatike, si gandër. Nëse vrejnë ndo një ndryshim të tillë, atëherë gjëja e parë që duhet shkuar për të kërkuar ndihmën mjekësore, duke filluar nga niveli primar dhe ashtu si që thash, dhe më thonë pastaj dhe egzaminimet për të parë. Kjo do t'i mundëson të shumë më mirë, dhe më thonë dërgjithësimi dhe vetë edukimi, që smundja të zbulohet në fazat fillestare dhe që të bënte me të mirë trajtimin ose për të thënë me saktësisht që ndoshta s'ka nevojë as të merret trajtim, vetëm që të përcjellet me tutje në etapat dhe vitet e ardhshme. A janë të shumë të rastet që vinë për shkak se kanë bë vetë kontrole dhe kanë hasë diçka të dyshimt, apo kryesisht vinë në këtë muajin e ndërgjegjësimit ose kanë si kontroll rutinë dhe vrejnë diçka të dyshimt, e vrejnë pastaj profesionistët? Fatmirësisht, kjo pjesa e fundit, to vitet e fundit, mund të themi se ndërgjegjësimi është rritur. Kjo thamë edhe merret që është falë punës intensive dhe punës së madhe që është nga të gjitha institucionet, nga profesionistët, nga institucionet shtetërore, Ministria e Shëndetësisë, po ashtu edhe presidenca, e cila edhe djeshtë në kliniku ofron një mbështetje për gratë me kancer gjirit. Do të thonë është në nivel nacional, është një shqetësim, do të themi në nivel nacional dhe të gjithë mekanizmat, normalisht se barra më e madhe është barra e profesionistëve shëndetësor, sepse tek e fundit kjo është obligim edhe ynë. Dhe falë punës së madhe të gjithëve, në këto vitet e fundit është arritur një ndërgjegjësim shumë i madh, një vëdisim shumë i madh. Edhe verehet që edhe tani me kur janë zbuluar, kur është vrejtur një ndryshim tumoral që ka kaluar gjitha këto hallka, është parë që një pjesë e madhe e këtyre femrave, të cilët kërkojnë trajtim, është kryer nga një kontroll rutinë. Dhe me thonë nga një kontrole zakonshme, jo nga e arsyeja, nga ndryshimi që kanë vrejtur, por nga një kontrole thjesht, që do të thotë që është bërë një hap i madh, është bërë një hap pozitiv në këtë drejtim. Normalisht që muaj tetor është muaj me i veçantë, ku pjesa egzaminimet kryen më shumë në këtë muaj, sidomos pjesa e mamografisë, dhe që mund të themi që nga vitin e vetë është bërë një progres në përmirësimin e kësaj situate, ku edhe nëse është vrejtur një numër i raste, një numër për aq sa e kemi tani, fatmirësisht trendi
ka ndryshuar. Nëse më herët janë zbuluar në fazat në statet më të avancuara, tani zbuluan në statet më të hershme. Doktor, e përmendët edhe më herët cistat, por që tha duhet me i përcjell. Çka janë këto cista? Dhe a janë cista për shembull si në vezore që shpesh i dëgjojmë te kjo pjesë, apo janë të mbushura me diçka, janë të mbushura me ujë, sa janë të rrezikshme? Ndryshimet cistike në shumicën e rasteve nuk paraqisin ndonjë rrezik, absolutisht. Ato janë ndryshime që vinë për shkak të çrregullimeve të ndryshme të organizmit, qoftë çrregullimeve hormonale, ndryshimeve të tjera të metabolizmit, faktorëve të tjerë të cilët ndikojnë në organizëm. Mirë, po në përgjithësi këto nuk paraqisin rrezik. Mund të jenë në të ardhmen nëse kjo nuk përcjellet dhe nuk evaluohet si duhet. Mirë, po në përgjithësi ndryshimet cistike edhe ndryshimet të tjera tumorale që njihen si fibroadenoma ose tumor benign nuk janë të rrezikshëm. Por rrezikshme është nëse këto ndryshime dhe kjo pjesë, ky shqetësim që është në trupin ton nuk përcjellet me kohë, nuk bëhet ekzaminimi me kohë, po lejon me vitet e tona, të cilat, si me thonë, neglizhohet. Dhe kjo pjesë pastaj mund të paraqet rrezik. Mirë, po në përgjithësi nuk paraqisin rrezik, duhet të përcjellen së pari me ultrasonografi ose me ultrazon, dhe ashtu si që thamë, pas moshës 40 vjeçare të gjitha femrat, nënat tona, motrat tona, këshillohet që të bëhet një mamografi. Mamografia është e dhëmshme si procedurë? Jo, nuk mund të themi që është e dhëmshme, është procedurë, si me thonë, diagnostike, me të cilën duhet të kryet ekzaminimi i pjesës e gjirit, mirë, po ajo që ka duhet thënë nuk duhet të marrët si shqetësuese, nuk duhet të merret si shqetësim, sepse tani me duhet punohet shumë e shumë. Ajo që duhet të teksuar është se në këtë vit është bërë dhe një hap shumë i madh ku duhet punohet më shumë për fillimin e planifikimit të screeningut që i themi ne, një program që ka filluar pothuajse që një vit që është punuar me të, dhe nëse kjo pjesë fillon të zbatohet, në nivellet ka mbetur në Ministrinë të Shëndetësisë dhe besoj që është drejt hapave përfundimtar. Kjo pjesë, kjo ka të bëj pikërisht pastaj me pjesën që femrat që të bëjnë ekzaminime, se mandej obligohen që pas moshës. Do të një plan obligues në një lloj forme që krejt femrat për shembull në Kosovë, në nivel nacional. Në fazat shumë më të hershme. Qëllimi i gjithë kësaj është që të zbulohet në fazat që populata që të jetë e shëndosh dhe maksimalisht nëse vrejet diçka që të vrejet në fazat sa më të hershme. Kjo shpesh është shumë më mirë sepse ne i lëm gjërat anash edhe përderisa ndihemi mirë, nuk është se bëjmë kontrolle rutinë. Janë troma ata njerëz. Ky është dallimi në mes vendeve të zhvilluara dhe në vendeve që janë të zhvillim. Në zhvillim e sipër, sikurse që jemi ne. Domethënë vendet e zhvilluara i kanë planet e screeningut që një kohë të gjatë. Dhe kjo pastaj e bën popullatën me të shëndosh, sepse të gjithë njerëzit me moshat e caktuara obligohen që të bëjnë ekzaminime, të cilat parashihen në secilën pjesë, me që jemi në muajin tetor, dhe me që tema është për kancerin e gjirit, atëherë pas moshës 30 vjeçare, detyrohen ose obligohen ose këshillohen që të bëhen një ultrazon çdo 6 muaj ose eventualisht një herë në vit, dhe pas moshës 40 vjeçare që të bëhet mamografia të gjithë, domethënë pat ose s'pat shqetësim. Kjo është pjesa e rëndësisë së screeningut. Tek ne, pothuajse ne edhe pse jemi shumë afër që kjo të fillojë, vetëdijsimi, ndërgjegjësimi dhe puna e madhe edhe të gjithëve e ka bërë që këto vite, nga vitin e vet që të rritet kjo, dhe që sidomos pjesën e gjirit të arrijmë një nivel më të lartë të edukimit, ku qëllimi është që kur të bëhen ekzaminimet mos të ketë asgjë diçka serioze, ose edhe nëse
kjo le të jetë që në stadiet fillestare që trajtimi të jetë shumë suksesshëm. Shpeshherë quajmë se sëmundje e fshehur ose sheft edhe në gjuhë popullore, do të thotë a mundet me ekzistu për shembull trupin e njeriut kjo sëmundje, sa i përket kancerit të gjirit, edhe mos me jap shenja nga pamja jashtme. Ka raste të tilla? Shenjat dhe simptomat të gjitha sëmundjeve onkologjike dhe në veçanti të karcinomës së gjirit nuk është se nuk vrehen. Problemi është, dhe me thonë, te kushjenca të vidia jonë, se sa na jemi të vidishëm, kur kemi një shqetësim. Se nga shenjat dhe simptomat, tham, aja me e shumë, tham, me specifikja që vrehet është një ndryshim, ose një gung në një region të caktum. Nëse vrejnë në një ndryshim, ose një gung në regionin e gjirit, nëse ke dhimbje në këtë pjesë, nëse ndjenë se diçka në trupin dhe në regionin e gjirit ki një parahati, mandej nëse ka një rjedhje ose në sekret nga timtha e gjirit, ose nëse vrejnë që ngjyra e gjirit ka ndryshuar, ose nëse vrejnë do një pigmentim, do një ndryshim të lëkurës nga forma e zezë në të kuqe, ose një ndryshim tjetër, këto janë shenja dhe simptoma. Dhe këto pastaj detyron. Me e mira gjithë kësaj është që edhe kur nuk i vrejnë këto që të bëhet një ekzaminim fillistar që të pengohet. Por edhe nëse ndryshimi është vrejtur që në stadiet më të hershme, atëherë kjo do të bëhen të shumë më të mirë dhe shumë efektiv trajtimi. Krejt këto çka po i themi vlen edhe për moshat e reja, sepse me sa kam pa dhe në bazë të statistikave nuk pyet për mosh, kryesisht njerëzit e tutje ose mosha më madhore në fakt, po si të qoftë ka pas raste të shumta që kanë qenë edhe më të reja, për shembull vajza dhe nuk pyet gjini. Edhe pse predispozita dhe numri është më i vogël i meshkujve të cilët prekën nga kanceri i gjirit, po besoj këshillat vlen të njëjta. Absolutisht, dhe me thonë, përqindja është ekstremisht me madhe raporti femër-meshkuj, mirë po nuk përjashtohet. Edhe ajo, ne në vitin e kaluar në klinikën e onkologjisë kishëm me sa e pash, ishin 5 raste nga gjinja mashkullore që kishin qenë të diagnostifikuar, ndërsa numri femrave ka qenë 465, ndërsa në këtë vit, prej një janarit, deri në këtë muaj, kur ne po bisedojmë, janë 330 raste. Që fatmirësisht nuk ka një, nëse krahasoj me vitin e kaluar, kemi një gjendje pothuajse tendenca është e njëjtë, dhe kjo është shenjë e mirë. Kjo është shenjë e mirë që ne të punojmë shumë më shumë, sepse nuk mund të themi që ne kemi arritur një sukses maksimal të cilën e dëshirojmë, po është një tendencë e ramis, ose me mirë të themi, është një tendencë që sëmundjat e cilat janë ekzaminuar dhe janë diagnostifikuar të jetë raporti stadi më i hershëm krahasim me stadin më të avancuar. Dhe kjo është qëllimi. Hapi tjetër më i mirë, siç e thamë, është edhe screening ose parandalimi, ose edhe nëse kemi raste të reja, këto të jenë që në stad sa më të hershëm. Pastaj pas diagnostikime, doktor, fillojnë rastet me kemioterapi? Po, me trajtim. Varësisht prej stadit të sëmundjes dhe varësisht prej klasifikimit që i themi në të klasifikimit, atëre jepet edhe trajtimi. Karcinoma e gjirit trajtohet në 3 forma, 3 janë format e trajtimit, është kemioterapia, është hormonoterapia me tableta dhe është trajtimi me rrezë ose me radioterapi. Të 3 këto format e trajtimit kryen në klinikën e onkologjisë, në qendrën klinike universitare, e cila është vetmja qendër në Kosovë që jep shërbime të tilla dhe që mbulon pjesë mirë. Ajo që ka duhet të ka hapësira për krejt këto raste dhe apo të gjata për pacientët? Do të thonë është renovuar klinika, po ashtu ajo që ka duhet të theksuar është se këto vitet e fundit është bërë një hap shumë i mirë me terapi që i themi ne të menqër ose biologjike imunoterapi, po ashtu edhe me radioterapi është bërë një hap shumë i mirë ku kemi filluar me trajtime dhe me metoda të avancuara. Dhe kjo ka bërë që ne të arrim një standard
të mirë dhe sidomos kur krahasohemi me këto vende të rajonet që i kemi përras, po thuaj se jo që jemi në nivel të njëjtë, po ndoshta mund të themi që jemi në nivel edhe me të lartë. Falë punës së të gjithëve, mbështetjes institucionale në këtë rast që nga Ministria Shërbimi Klinik Spitalor, pjesë e jona menaxhmentit klinikës dhe në radhë të parë gjithë profesionistëve shëndetësor, nga specialistët, mandej nga infermierët, po ashtu nga fizikantët mjekësorë të cilët janë në shërbimin e radioterapisë dhe të gjithë të tjerët. Të tri këto format e trajtimit, edhe kemioterapia, edhe radioterapia, edhe hormonoterapia, kanë mënyrën e ndarjes, zakonisht e karcinoma e gjirit në të stadet fillestare, në një pjesë të rasteve kur sëmundja është e avancuar dhe kur faktorët prognostik janë të mirë, ajo që i themi ne receptorët hormonal progesteron estrogeni pozitiv dhe sëmundja është shumë stade fillestare, mundësia është që të merret vetëm hormonoterapi, do të thonë vetëm me tableta. Pastaj, nëse është pak më avancuar, varësisht prej stadit, merret kemioterapia dhe po ashtu varësisht prej indikacioneve, ipet edhe radioterapia ose rrezatimi, që do të thonë ashtu siç e tham, tek ne kemi filluar prej vitit e kaluar dhe me një metodë të re të trajtimit që e quajmë SIRAT sistem, e cila e bëjmë jo të gjitha rastet, pikërisht për shkak të ngarkesës dhe kualitetit dhe specifikave që i nevojitet trajtimit, mirë po kjo ka arritur që të rrisë trajtimin të rrisë kualitetin e sëmundjes dhe të gjithë ata që kanë nevojë, që pacientët tonë, të cilët marrin shërbime në klinikën tonë, të marrin trajtimet nivelit më të avancuar. Edhe kjo është shumë e rëndësishme sepse gjitha këto janë shumë të kushtueshme edhe të paktën nuk ka nevojë të dalin jashtë vendit. Kjo është shumë e rëndësishme për qytetarët, sidomos për ata që përballen me këtë sëmundje. Po, absolutisht. Pjesa e trajtimit që mbulohet në klinikën tonë, pothuajse mbulohet 100%. Dhe normalisht se ka disa specifika, ajo që e thamë tek ne, pjesa e terapisë pothuajse në shumicën e rasteve është e mbuluar me terapi, ashtu edhe siç e thamë edhe me terapi shumë të avancuar, falë mbështetjes institucionale, dhe po ashtu edhe trajtimi me radioterapi që me të dy këto format e trajtimit mbulohet plotësisht në klinikën tonë, e cila, siç e thamë edhe më herët, është qendër e vetme ku ofron këto shërbime dhe normalisht që janë shërbime falët. Doktor, kam edhe një pyetje të fundit. Sa ka rëndësi ushqimet që konsumojmë ne edhe ka ndërlidhje me këtë sëmundje apo jo? Apo vetëm kemi tendencë që në momentin kur diagnostikohemi me një sëmundje të tillë të jetojmë edhe të kemi një stil të shëndetshëm? Unë e di që duhet çdo herë me pas këto, po sa ka lidhshmëri sëmundja me ushqimin që konsumojmë edhe me anën gjenetike? Për ata të cilët kanë pas një familjare që është diagnostikuar me sëmundje të tillë, sa duhet ne pastaj vetë personalisht jemi të kujdesshëm? Nga faktorët e rrezikut, të cilët atakohen nga kjo sëmundje, nuk përjashtohen absolutisht pjesë e këtyre faktorëve të rëndësishëm është edhe faktori gjenetik, ku mund të vlerësohet se është diku 10 deri në 15% të rasteve. Patjetër që aktiviteti fizik luan një rol shumë të rëndësishëm, po ashtu ushqimi luan një rol të rëndësishëm. Ne shpesh në praktikën tonë përballemi me këto pyetje, me këto diskutime nga ata që ne i trajtojmë. Normalisht që ushqimi i ngarkuar që i themi ne me mish, sidomos duhet i shmangur mishit të kuq, gjërave nga pjesa me sheqerna dhe me yndyrna, ushqimi të jetë sa më i lehtë, me fibra më i pasur, me pemë dhe perime sa më shumë, si dhe t'ju shmangëmi pijeve të gazuara, të cilët konsideruan se paraqesin një faktor të rrezikut. Kjo ka ndërlidhje me çrregullimin e metabolizmit, i cili ky çrregullim i metabolizmit pastaj mund të çojnë në ndryshime të tjera, të cilat pretendohet domethënë se janë shkaktar kryesor. Ndërkaq sa i përket asaj që thamë ndryshimeve gjenetike, po janë dy lloj gjeneve të cilat janë përgjithëse për karcinomin e gjirit, janë gjenit BRCA1 dhe BRCA2, dhe për ta vërtetuar këtë duhet bërë testimi gjenetik tek familjet të cilat pretendohet se mund të kenë predispozicion gjenetik për këtë. Doktor, faleminderit shumë për këto informata, faleminderit për kohën që keni ndarë me qenë pjesë e emisionit Mëngjesit, me ju drejtu shikuesve me gjitha këto këshilla kaq të vlefshme, sidomos në këtë muaj kaq të rëndësishëm.
Faleminderit edhe ju edhe mendoj që ky muaj është muaj shumë i rëndësishëm, muaj i ndërgjegjësimit dhe një faktor të rëndësishëm luni edhe ju dhe të gjitha institucionet tjera duke arritur nivelin e edukatës. Shumë knatësi. Faleminderit. Ndërsa tani me qënë se folëm për shëndetjen, folëm për muajin tetor, diçka tjetër që është shumë e rëndësishme është ndihma e parë që duhet me ditë një si persona për me dhënë në raste ku aty edhe kërkohet, qoftë mes të familjar, qoftë në raste aksidente, në qoftë se na lejohet natyrisht, edhe gjitha ato duke kontaktu patjetër edhe me ekspertët e ndihmës së parë apo ndihmës emergjente. Megjithatë ne ndjekim këtë material për me kuptu disa detaje saj përket kësaj teme.